Mobile World Congress është një nga eventet më të mëdha të teknologjisë. Tashmë 3 ditë përgjikrum. Këtë vit vendosëm të tregojmë të gjithë eksperiencën tonë, e cila nuk ka kuptim pa internet shpejt. Roamingu aktivizua dhe me që këtu në aeroport Vodafone tani ka mbulim 5G, po shkarkoj edhe disa episode të serialit tim të preferuar dhe pastaj jam gati për një javë të mbushur me teknologji. Pas një fluturimi të shkurtër, jemi në Barcelonë, ja dhe hoteli ku do të qëndrojmë. Shpejt gjumë tani dhe të nesërmen shkojmë në Mobile World Congress. Këtë vit, dy fjalët më të përdorura në Mobile World Congress janë AI dhe akoma më shumë smartphone të palodhshëm, të cilët tani janë bërë më të hollë dhe më të lehtë. Duket qartë që tashmë nuk janë vetëm një trend. Dhe pastaj kemi AI, e cila tani po integrohet kudo, nga aplikacionet e mesazheve me përgjigje më profesionale deri tek redaktimi i fotove që duket sikur është bërë nga një profesionist. Tek Vodafone është surprizoi teknologjia e tyre për rrjetet emergjente me dron ose përdorimi i inteligjencës artificiale për rrjete më të sigurta. Dita në Mobile World Congress është intensive. Her pas here ndalemi në press room për të edituar dhe postuar videot tona. Mira gazetarë nga e gjithë bota vinë këtu. Dreka, diçka e shpejt këtu në Mobile World Congress sepse ka ende shumë për të parë. Pas një ditë të gjatë në event, Barcelona ofron një super atmosferë. Çdo vit nuk rrim pa ndaluar tek piceria jonë e preferuar. Edhe kur dalim, publikojmë video, po s'është problem se kur jemi 5G në roaming, i kanë shumë shpejt. Para se të ktheheshim në Shqipëri, vendosëm të bëjmë ndalesë në një nga vendet më të bukura afër Barcelonës, Montserrat. Ky manastir ndodhet në Majën e Maleve dhe është një nga pikat më të vizituara në Spanjë. Edhe pse jemi në mes të maleve, rrjeti i Vodafone na mbajti të lidhur gjithkohës. Një javë ngarkuar në Mobile World Congress përfundon këtu. Urojmë që kjo eksperiencë t'ju ketë shijuar po aq sa ne.